të Kosovës intelektual, të cilët janë të më dëgju çka po flas. Përshëndetje me të dashur, mirë se vëri të dhënë këtë analizë. Shkojna vitë në radhës, për njefni kush është, Besnik Tahiri Aleancës. Fillim të fjallës, mirë se të dashur, e dajti popullin dysh. A mu me thonë ma shumë se në dysh, se për këta intelektual janë vetëm një pjesë, edhe ki po full, këtë aspekt, vetëm për intelektual, kurse pjesën e mesme, apo tullët, që që qujnë këta, nuk full fare me ta. Kënjeri është mirë se të dashur që del për ditë në televizore, edhe thot Albin Kurti ka pru rrejtje. Albin Kurti ka pru rrejtje. Ta shumë nuk pe kuptojmë se dashur, kush pe bjo rrejtjen? A kjo zotriju këto që po fol? Albin Kurti që se kumni kur ka fol për rrejtje. A, unë s'po di me kuptu mirë. Sepse një njeri që del, fjalin parë, thot për folin njerëzve intelektual. Jo aty në të pa shkollë, se me thonë, Kosova e pas ka veç do të intelektual, të tjerë që në kërkushe. Edhe ka ftyrë, me dalë tani me kërku votë. Ja kush është kjo, Mrs. Asher. Po shkojnë dhe gjejnë fjalimin një lutëm, të diskutojnë së bashku. Problemi thelësor i imi dhe aleancës, i hyni dhe aleancës, është që ky njeri dhe ky konstelacion politik në 3 momentet kur janë ka ndodhur mrekullit kombëtare të Kosovës ka qenë në kundër. Qëra mi që dashër qëfar gjenjesht ashtiqare, qëfar rane ashtiqare, qëfar përqarje direkte, përqarja dytë, njëherë me popull, tash me kryeministrin. Besnik Tahiri, kur të folë që fjallin, folë deri në fund. Tregoj popullit pse u kon Albin Kurti kundur. Sikur të ishe pajtu me Albin Kurtin, sot ata 4 komandonda që i kemi atje nuk ishin në Hagë. O një rëndë. Kalëzëjo, popullit, krejtë që ka duhet. Të kjetë mu Albin Kurtin, sot e këshëm qakorën. Të këshëm dëgju Albin Kurtin, sot e këshëm blacën, do një pjesë blacë mazionistë. Të këshëm mu Albin Kurtin, ma të ishë hish kufini për urës tibre. Kalëzëjo popullit o burë. Jo mu, s'kam nevoj që një di. Kalëzëje, votuz vetu. Që dhe votuz vetu në s'ka nevoj, votuz vetu të regojo. Pse u konë kunder? Mos dhil me gjë një shiqare, se u botë horë, latë namre, nam, për bes, nuk di, me marë me 100 sit, për bes, vesh këpucat të jesën. Se kretë sitni. E të këpucat e mëdhaja, nuk i shënë bira. Shkojnë amish. Kur Ibrahim Rugova e ka drejtu kombin shqiptar drejtim të perëndimit duke vendosur tradhtinë e Papës Skënderbeut në Nesteres, nuk kyton jetën ka qenë kundër opsionit të asoj mrekullie që e ka sensibilizu Kosovën. Shëmën e misë të dorë qëfar ignoranti, shëmën qëfar ranzi, po është zotës po t'je marre, me rajtë të bura shqeqare. Po nësë, si javlemi diskutu mish, për bes nuk javlemi diskutu. Po mas e hina me të në to, hajtë. Kur ushtria shqiptare e Kosovës, vlera më e madhe e kombit ton, ka arrit me bo marrëveshje me NATO-n, me Amerikën, që ata me qenë komshëria poshtë, e nalt me qenë NATO, me shliru Kosovën, a i ka qenë kundër ambujës. E qa ke defender 25 o një rëndë? Kundër Kosovës, pas ka qenë Albin Kurti. Nuk ka qenë kundër Kosovës, o ignorant.
ka qenë kundër mashtruesve, ka qenë kundër hajnave. Kjo është që ka qenë kundër tradhtive kombëtare, kundër atyre që e shesin tokën e Kosovës, kundër atyre që ta kanë pru kufin Urtibrit, po tani përsëris, që ti po gënjen, s'po i tregon të vërtetat. Dil, tregoj realitetin. Jo tash votimet edhe po ja fut kot pe korneri. Ama Albin Kurti tha pron, dha, populli e ka topin, populli shëton. Tash pritni, mbroni topat. Penaltit, se muni me keq kuptu. E treta që është më e rëndësishmja, Hajde. është rritja më e madhe. Hajde. Rritja më e madhe e kombit shqiptar, Leo, është shpallja Po pse ana nuk e dima? Albin Kurti nuk e dina? Po hajde shkojmë të qynë qapo të miq? e Kosovës shteti pavarur. Jo veç e Kosovës, këtë shqiptarëve. E këtë shqiptarë, kjo këtu. Shkollës pavarësisë Shqipërisë është rritja më e madhe e shqiptarëve. Se shqiptarëve është shtatë më Kjo këtu, ky popull, kur s'ka qenë as i lirë, as kur se ka administru vetën këtë territor në asnjë etapë historisë prej Gjergj Kasullës Skënderbeut. Qërbe që farin një randa, mi që dashër për të kopin, bre, që shtojnë që ka varë të kopin. Ta të kopin, bre. Që shfarë analfabetizmi e tregojnë. Thue që ne nuk dim sen, ne nuk e kemi përjetu këto, vetëm këta. Këta e pasë është liru Kosovën, Allah, veç. Ne kemi shliru e kështu, kur është liru Kosovën, kështu. Do me thonë, nasin akon atë. Ku pe merë këtë fëtirë mërë Allah me do në fulla shqyqarë, kështu të me gëni popullin për para, televizionet. Me gëni po thëmë, se je po mëndoni, po s'muni. Je muni me gëni vetëm votus të juj. Nëse ju besojnë. Ama jo me gëni po, më mënu me gëni popullin, se s'muni. Banë e kene rajt, bre, banë e bre, banë o bura nërë o burë. Banë o bura nërë ka zënë realitetin e vëllo. Do është me përfitu ma shumë. Tregone realitetin. Sepse ne e dim, populli e din. E nëse votus të ju nuk e din realitetin, edhe votoj me ndjenja, pse ke qenë luft, ke bu kështu, ke bu ashtu sene, do, amo, ajo ko u kry. Koka, këqyrë para, jo mrapa. Ajo kur këqysh mrapa, të len mrapa. Ta është të me ecë për para. Falmer Zotit, lufta kry, jemi ku jemi, lavdi dëshmorve, edhe ecëm për para. Po jo me gënjeshtra. Jo me gënjeshtra, se thonë. A ka sen ma i vlefshëm se flamuri Kosovës? A ka sen ma rritje Po, ka. Flamuri shqiptar kuqezi. Ka ma të vlefshëm se i Kosovës. Absolut që ka. Nuk kem luftu na për këtë flamur. Ne kem luftu për flamurin kuqezi. Ajo është flamuri kombëtar. Ka ndërum. Mos gënjej se ka. E as Ramushi, as Thoqi, e as një, s'kena luftu na për këtë flamur që i kemë sot. Ka flamur më të mirë se i Kosovës. A më këto na pronën, na lanë, tash po. S'kem qare për dash me zorë. Dashëm apo s'dashëm, duesh me dash, se na e lanë, ndërë. A ka më të mirë? Po, ka më të mirë. Se flamurin kombëtar ne e kemë kuqezi. Kështë shtetëror. A du të me dash? Duesh me dash. Por fatëson si shtet, s'kem qare për dash. A du me dash? Nuk du me dash. A du me pranu? Nuk du me pranu. Ka pas flamura tjerë më të mirë se këtë 500.000 herë. Po ja që janë alfabetat, e pranun. Edhe na pranun. Tash, do të me pranu. Edhe ne. E ka pranu edhe Kurti, e ka pranu edhe vetë vendosa, e ka pranu gjithë. A më jo me qef. Mëse pëshetu më palavra këto,
e më në me thonë më mëshit por për ati jetë, jeshtu, i dim në këtë sene. Se Republika e Kosovës, a ka sen ma i shajt se shteti i Kosovës, kjo është shteti i dytë i shqiptarëve. Po pse kush i ka më u këto ignorant? Qka po t'hin kjo punë te më burë aty? A je ka jap historie, geografi? Kuna për atërgan këto, vëllo? Po dytë Kosovës i ka për tu krejt? O mashtrus? Kuna për atërgan, vëllo? Këtë qëtë pejnera, vëllo? Kjo kështu, thutë që na nuk e dim. Kalzona burë sa keni me bu. Shpalo se ato qëfar programi ki programin. Lejto rana historina mashtrime, vëllo. I dim krejt o burë. Krejt i dim se i kem përjetu krejt. Sens ke përjetu ti ma shumë se na, absolut. Trega urullona i sen tjetër. Latë na më burë, që 26 vjetë. Lufta. Na i tranu të thminë o burë. Më thot gjallë, baba, ka programa s'kollo. Lufta. U kry lufta o zotë Tahiri, moti që 26 vjetë. Programet ku janë o burë. Qakori ku o burë. Këto të regoj, poplet. Lejmarinat. Musën dytë. U që kjo është e shajt. Ushtria është e shajt. Kosova është e shajt. Mos i prek këto tema o burë se s'dvynë. Se s'dbynë vota këto sane. Kanë kalu. Lufta o kry. U qiru Kosova. Kosova bo shtet. Me flamur. Me tarat mirat. Albin Kurti hiqi e shtiraj Mitrovicën. Përfundun këto. Programi Aleancës. Kjo na intereson neve. Jo ranat e juaj. Edhe të FDK-s e të nisme, si mbo bashtash e të FDK-s. Lëni këto rana mos e na tranut. Lufta. Këtë populli i Kosovës i ka provu këtë sene. Aty ka qenë. Aty kemi qenë. Mashtrus. Dhe këta njerë që ndonë në parlament, edhe kanë thonë, kjo është shteti përkohshëm. Këta njerë sot e sfidojnë Kosovën, simbolit e Kosovës. Çfarë ignoranti. Ta thash më herët. Ky simbol i Kosovës, ky flamur i Kosovës, nuk puna me fy, së është i Kosovës. U duh me pranu me zërë. E kemi pranu me zërë. Flamuri jonë është kuqezi. është i lanë me gjak. Por ato kem luftu. Në atë flamur kanë luftu. Jo me këto lara. Absolut. Ne kem një flamur. Kuq e zi me Shqiponje. A është flamur i kombëtar. Po një rand, spjegojë mirë. Ky është tetëror. Këto e kena marrë me zor. Pe që banat tonë. Që banesha. Edhe ranza e mashtru sa si kur ti. Nuk bën me gënjë kështu. Është turpi i botës. Kanë ardhur në pushtet duke folur për parolla që u ditë prej fillimit që janë rrena. Okej, a kanë ardhur, po, të paktën këta nuk po shesin tokë të Kosovës. Të paktën këta pikthejnë tokën e që ju e keni shit. Këtë aspekt për dhe këja, Mitrovicën veriore. Qakores mujti, u bovonë, që ju e keni shit. Ma mirë më arë me rana, se me sëptu tokën e Kosovës. Cila ma mirë. Jo që kjo sështë hiq mirë, kjo sështë hiq me rana, se këta si nërë me rana hiq. Këta e nërë me dignitet.
Në asë një rend, zotit nuk i nërë tanë në qeveri. Bashkimi Kombëtar ndodh kur Shqipëri në Tiranë e në Kosovë buron një projekt i përbashkët ka dikon një mbështetje. Shumë mirë the. Këj ka thonë Bashkimi Kombëtar. Amo me konë, me Diramën. Këta të regoja poplit, mashtrus. Në punët Albin Kurti, me bashku Shqipnin, veç vetë. Do të më dashtë dhe Shqipnia. Në punë që ka fjalla e famshë, ose a ju mori famshëm, vala në du një femën 50% në kry. Që shë kry 50%? Pse e duone? E 50% që e jasajna, që ka? Kur? Ajo është historia. Edhe këtu, Albin Kurti po donë. Edhe sot e në shkruun, sot e bon, më me konë, me Tiramën. Këta të regoja poplit. Më zila ti me gjenisë është tërpë. Edhe jo poplit, televizëve dhe ndosje. Votuzve televizëve dhe ndosje, ma but. Po votuzve t'ju i të regoja. Që ata e votojnë juve. Aty e të regoja. Se po duke që se pas kam po halata. I lutëm, nuk gëzoj me bo, kush është ai shqiptar që s'do Bashkim Kombëtarëve? Kush, a ka ai shqiptar që trimër Shqipe me nda? Po. E di Roma. Parlamentit tina. Deputetet tina. Po. Jo gjithë, po shumicën po. Mos gënjej. Pse s'pe pranojnë? Pse s'pe pranojnë nuk e gjenocidën e Serbisë për Kosovën? A kënë kundër? A një rand? E ata dojnë më bashku me neve? Apo Albini s'po dojka? Ata po dojkan, e nas po dojkam. Kur ata nuk e në shkruan në parlament e votun kundër masakrës. Që se konë masakrë. O e një rand, më shpif se marrë është turp. Turp, sarë po folni për ngullin vetën. Turp. Po ti do shë me ndu qysh ke ardhë. Na e kemi shtetin tonë dhe intervenimin e NATO-s. Vetëm për një arsye, po mos kish ndodhë Srebrenica. Na kemi marrë, na jem fatlum fatkesin e një kombi. Po në menu mos kish ndodhë Srebrenica. Amenan që kish pasit. O e një rand, as një sen nuk vjen pa diçka. Gjithçka bëhet se bep diçka, edhe ndodh diçka. Kuna për tregon këto sane, vëlla? Kujna? I dim bre këto sane? I dim këto sane, o mashtrus, i dim këto sane. Trego diçka më të mëshme. Mishtë të dashër, Zotë ju rujt, se kur t'jeni njëri këta ranca, dallavergji, mashtrus, të përqet qesin për takti, bre? Përsi të bëllë qesin për takti. Kur për din mish, ash i qare, po mënohet me në rajt. Hisë për i thëmë e gjëni, ash i qare, po mënohet me në rajt. Për çka? Për një kërështë vota. Turpi i botës. Përsi të bëllë turpi i botës, mishtë të dashër. Po me gjithat mish, Zotë ju rujt, respekt, pozit, ju përshëndes, kështu që edhe që s'pajtona me juve, se këtu nuk o pun pajtimi. Nuk o që ti po thu diçka, mos po pajtona, po ti po gënjen, kur të gënjesh, tani aty nuk jetë mu as pajtim, as kur gjëheq. Miq, Zoti ju rujtë dhe nere, mire po shumë vitë radhës.